do të kalojmë tek ato ngjarje të cilat na japin një lloj kënaqësie sepse na bëjnë që të kuptojmë ndoshta rrënjët tona, edhe do të flasim për atë zbulim që është bërë në Amantia. Ne patëm vetëm pak më parë mundësinë që të shihnim një material i cili na e tregonte atë se çfarë sjell ndoshta në një farë forme ky zbulim i bëri murit rrethues në qytetin antik të Amantias, por më shumë detaje dhe më shumë besoj sqarime për atë që është zbulimi. Do të kemi Krile Dian Çipën, i cili është specialist nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë në qytetin e Vlorës. Isha e saktë, besoj? Patjetër. Faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit për ftesën. Unë besoj që është retorike të bëj një pyetje që për rëndësinë që ka një zbulim i tillë, sepse është e kuptueshme, po çfarë do të thotë konkretisht? Të dim tashmë dhe të kemi një mur rrethues që i përket pikërisht qytetit antik të Amantias. Ne deri tani, ose studiusit, le të themi, në përgjithësi deri tani, dini që ka qenë vetëm pjesa e sipërme e qytetit antik, vetëm ai që quhet Akropoli i fortifikuar. Vjej që ka qytetin deri në shekullin e 3 para erës sonë ka qenë zhvilluar edhe jashtë murit rrethues të Akropolit, mirë po nuk ishte shumë pak i njohur organizimi i qytetit në këtë pjesë. Njihet vetëm stadiumi antik i Amantias, i gërmuar në vitet 50 nga arkeologët Skënder Haramali dhe Hasan Ceka, dhe ky zbulimi i stadiumit ishte një indicie për zbulimin e zonës publike, le të themi, asaj që quhet Agoraja e qytetit antik. Dhe vetëm kaq djej. Sigurisht kishte struktura të dukshme në teren, të cilat jepnin një indicie për pranim monumentesh, po vetëm kaq mund të thuaj. Kështu që ne kemi rreth 6 vite si Drejtori Rajonale së bashku me Drejtorinë e Shërbimit Arkeologjik, pjesë e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, që zhvillojmë ngërmime arkeologjike, kërkime dhe ndryrje restauruese në Parkun Arkeologjik të Amantias për ta njohur më mirë sigurisht organizimin e qytetit antik, historinë e tij, por sigurisht edhe për ta bërë më atraktiv për vizitorët e shumtë. Në këtë kuadër kemi kryer edhe ndërhyrjen e radhës, e cili rezultoi të ishte një ndryrje shumë e rëndësishme, sepse zbuluam që pjesa publike, le të themi, pjesa e agoras antike, ka pasur një mur fortifikues, një edhënë e cila nuk dijej më parë. Pra, kjo është një edhënë e rëndësishme, e cila neve na ndihmon tashmë të fillojmë të kuptojmë organizimin e qytetit antik në shekullin e 3 para erës sonë, në këtë hapësirë, le të themi, të qytetit antik, le të themi kufit e shtrirjes së zonës publike në shekullin e 3 para erës sonë, por na jep të dhëna të tjera për pjesën e mëvonshme të historisë së Amantias, sepse ne gjatë gërmimeve arkeologjike kemi zbuluar një shtres, le të themi, shkatrimi të shekullit të 6 pas erës sonë, që ne quajmë antikitet i vonë, e cila sigurisht është një ndërhyrje e dhunshme, vjetre që është një ndërhyrje e dhunshme në qytetin antik, e cila është e vështirë ta lidhësh me një ngjarje konkrete historike. Në momenti kur u mbyll, pra le të themi, që e gjithë ajo që konsiderohet si një qytet antik, pikërisht në atë moment. Sigurisht ka pasur, është një moment, le të themi, shkatrimesh, konfliktesh, pasigurisht me sa kuptojmë nga të dhënat arkeologjike, por gërmimet që ne kemi bërë ndër vite na tregojnë që edhe në mesjet vijon jeta në Amantia deri në ditët e sotshme. Sot aty ne kemi një fshatin e Ploçës, ka banorë ende që jetojnë në pjesën e sipërme të Akropolit, kështu që është të dhënat e gërmimeve tona ndër vite na kanë ndihmuar të kuptojmë që është një qytet ku jetohet nga preihistoria deri në ditët e sotshme me një vijimsi jete aty. Do e quani të rastësia, po kishit ato indicjet, e mendonit që mund zbuloni diçka të tillë, një mur rrethues? Ne kishim indicje, do me thënë, ndërhyrja jonë ishte, do me thënë, ne mendonim duke parë nga strukturat që ruheshin në sipërfaqe se kishim të bëni me një monument të veçantë. Në atë pjesë në aty kështu nisi dhe gërmimi arkeologjik, le të themi. Pastaj gërmimi nga dha rezultate të rëndësishme për të kuptuar që ky është një fortifikim, le të themi, i kësaj i shekullit të 3 para erës sonë. Ne kemi zbuluar dhe struktura në pjesën e brendshme të fortifikimit, të cilat sigurisht ka nevojë për gërmime në vitet në vijim për ta kuptuar më mirë organizimin, le të themi. Por për momentin e kuptojmë që aty është, le të themi, kufiri veri lindor i pjesës publike dhe aty në pjesën, le të themi, veri lindore fillon nekropoli antik i qytetit, ose, le të themi, vareza antike i qytetit me vare monumentale, ku ne gjithashtu kemi kryer edhe ndërhyrje restauruese në kuadër të kësaj fushate, le të themi.
Megjithëse ka dhe objekte të tjera apo që janë zbuluar? Ndër vite aty janë zbuluar monumente të ndryshme, siç u thash, ndërhyrja e para aty arkeologjike ka qenë në vitet 50-60 nga arkeologu Skënder Anamali dhe Hasan Ceka, nga dy arkeologë themelues të arkeologjisë shqiptare, zbuluan stadiumin antik. Gjithashtu zbuluan tempullin antik, të cilën e lidhi me Afroditën, me hynin Afrodita, dhe në afërsi të tempullit antik edhe një bazilik paleokristiane, të cilat janë monumente gjithashtu unike për të vizituar. Për shembull, të vizitosh një tempull në Shqipëri, vetëm në Amantja mund ta bësh. Të vizitosh një stadium në Shqipëri, vetëm antik në Shqipëri, vetëm në Amantja mund ta bësh. Kështu që është një qytet ku ka monumente unikale. Ne rreth gati 4 vite më parë kemi zbuluar aty dhe një varr monumental, i cili gjithashtu pati jehon mediatike për kohën. Monument unik gjithashtu, i ruajtur në mënyrë shumë të mirë, konservuar në mënyrë shumë të mirë. Kështu që Amantja ka një sër atraksionesh, le të themi, një sër monumentesh interesante për të vizituar, dhe ndërhyrjet tona, grimimet tona arkeologjike synon drejt kësaj. Jo vetëm njohjen e historisë antike, por edhe për ta bërë atë sa më atraktive për vizitorët. Sa ka kuriozitet në fakt, kjo pikë do ndalemi për vizitorët, jo vetëm tuajt, se duket se tuajt i gjurmojnë këto vende dhe duan dinë më shumë, po edhe vetë shqiptarët, sa duam ne të mësojmë më shumë, të shohim nga afër këto zbulime që rezulton se po janë edhe të një pasnjëshme gjatë viteve të fundit. Ka një interes shumë të madh, si nga të huajt, si nga shqiptarët. Amantja nga viti në vit ka pasur një, le të themi, rritje, le të themi, të interesit turistik, ashtu siç ka ndodhur në gjithë Shqipërinë dhe në Amantja. Sigurisht Amantja është një zonë malore, e cila në vitet e fundit është bërë, le të themi, dhe infrastruktura për të arritur dhe aty, kështu që nuk ka qenë shumë i vizituar në vite më parë, por tani për shkak edhe të rrugës së bërë, afërsisë me qytetin e Vlorës, është vetëm 45 minuta nga qyteti i Vlorës, ka shumë interes, sidomos nga shqiptarët që vinë aty për ta njohur, për të kaluar një ditë, le të themi, relaksuese, kryesisht familjare, sepse krahas monumenteve, historisë, arkeologjisë, është një zonë që ka dhe një peizazh fantastik. Kështu që kushdo që vjen aty, le të themi, shijon edhe pamjen përveç pjesës historike dhe arkeologjike, por sigurisht interesi është shumë i lartë. Kledian, cilat janë ato pika që ti konsideron si më me vlerë në këtë pikë që ne jemi pas zbulimit të murit rrethues, dhe kam fjalën për atë që mund të jetë ndoshta një informacion më tej për mënyrën se si bëj organizimin atë kohë i lirëve? Ne sigurisht kemi planet sigurisht edhe për të vijuar kërkimet edhe grimimet tona në tashme në këtë qytet antik, shumë të rëndësishëm për historinë e Ilirisë antike, por edhe për historinë tonë kombëtare, pa diskutim. Sigurisht është një e Akropolit, pjesës së sipërme, dhe ajo shumë pak e njohur, shumë pak e gërmuar. Kështu që dëshira jonë është për të vijuar grimimet aty, edhe për ta njohur më tej vijimësime, le të themi, jetëgjatësinë e qytetit antik, për ta plotësuar me informaciona më tej, por edhe për të vijuar gërmimin e fortifikimit të sapo zbuluar, për të parë shtrihjen e tij, gjatësinë e tij, po për të parë edhe organizimin brenda tij. Gjithashtu ka në zonën pres stadiumit aty, ne kemi kryer në 2 vitet e fundit edhe ndërhyrje restauruese, përveç gërmimeve arkeologjike, të cilat na japin të dhëna shtesë për monumente të tjera që janë aty, le të themi, në zonën përreth stadiumit, dhe ne dyshojmë për praninë e një gjimnazi antik, për shembull aty, që ka lidhje me stadiumin. Ne dyshojmë gjithashtu për praninë e një portiku apo stoa antike aty, që është gjithashtu një element shumë interesant le të themi, i këtyre qyteteve antike. Ne sigurisht dyshojmë për praninë e një teatri antik aty, të cilin gjithashtu kemi një ide se ku mund të jetë, dhe synojmë në të ardhmen, le të themi, të kryejmë, le të themi, kërkime. Sa bukur do të ishte që të zbuloheshin. Amantja është një qytet me potencial të jashtëzakonshëm. Shumë e bukur. Gjitha këto informacione që na dhe, po unë mbaj mend para pak vitesh, Kledian kishte edhe diskutimet shumëta për fondet, për stafet që i mungonin, pikërisht dhe që synonin zbulimet në atë kohë. Si situata sot, sa të lehtë keni ju ndoshta, qoftë edhe për ato që ju duhet për të patur njerëzit që të jenë të angazhuar në drejtim të kësaj? Ne jemi, sigurisht, kërkimet shkencore kryen nga Instituti Arkeologjisë në Shqipëri, ndërsa ne jemi drejtori rajonale që merrem me administrimin e trashëgimisë kulturore në territor, por që kryejmë edhe grmime arkeologjike, qoftë shpëtimi, por në bashkëpunim edhe me institucione kërkimore shkencore edhe kërkime arkeologjike. Le të themi, në vitet e fundit nuk na ka munguar mbështetja, por edhe fondet, të cilat janë kryesisht fondet të drejtorisë rajonale, për kryerjen qoftë të grimimeve arkeologjike, qoftë të ndërhyrjeve
restauruese, plus që drejtoria rajonale ka një staf, le të themi, arkeologësh, restauratorësh, arkitektës, kështu që vetë struktura e drejtorisë e ka një ekip të mirëfillt, e cila mund të të bëj grimime si vetë, ashtu edhe në bashkëpunim, qoftë me drejtorinë e shërbimit arkeologjik, por edhe me institucione kërkimore si vendase ashtu edhe tuaja. Ne jemi pjesë edhe e njësër projekte të tjera kërkimore shkencore, qoftë me universitetet tuaja, qoftë me universitetet shqiptare. Po ashtu, ne kemi një projekt kërkimor shkencor në qytetin antik të Olympes, që është shumë afër me qytetin antik të Amandjas. Le themi, as mbështetja, as fondet nuk na kanë munguar të paktën në vitet e fundit dhe sigurisht këto rezultate vinë si rjedhoj edhe kësaj mbështetje. E mbështetjes dhe sigurisht Shpresoj që të arrin sa më shpejt edhe këto zbulime tjera për te i murit rrethuese dhe të gjimnazit që the të teatrit, se do të ishte vërtet shumë interesante. Sigurisht edhe për ne janë shumë të rëndësishme këto. Falenderoj shumë që ishe falenderoj për ftesën. Ishte kënaqësi. Faleminderit.